Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur me nda me juve një ide si ta përgatiti një mëngjes trek apo darkë të shpejtë dhe të shishme me këta përbars që shifni krejt që kanë nevojitin janë 2 petra kështu që blehen hazër, copat sugjukut kështu të tërgjve që blehen pra të viqit, i këm da në copa një spejse gjelbert, copat e kaçkavallit, 4 vez, pak vaj edhe pak krip, bismillah, fillojna me përgatitjen, e kom çu edhe shporetin, i tundim 4 vez. Kam ju knaq pra nëse nuk keni ide çka e përgatit për shpejti edhe keni uri, ja vlen ta provoni. Tundim pra vez mirë. Pasi që vaj është nxehur, i morim copat e sugjukut, qesën me tigan, edhe spejsen e gjelbet, kavaditin. E kemi ka vërdit për copat e sugjukut, edhe spejsa është zbutur tash që bismillah marrim 4 vez edhe e qesën me tigan. Marrim copat e kaçkavallit, gjysmën tash, gjysmën në vonë. Tash marrim njënën petë edhe e qesim. Kështu për mi, e rrotullojnë tash të në tjetër. E kemi rrotullu me onde pjatës në onde tjetër edhe e qesim pra petën në tigan, ku qesim prap sopsat e kaçkavallit, që tash gjysmën tjetër. Prap qesim petën tjetër për mi. E qesim pra edhe petën tjetër, prapë një rrotullon në anë tjetër. E kemi ik edhe prej tigonit tash të e bojna prerjen, pra një drek mëngjes ta prap që shtam gjithmonë e bojna tash prerjen, ka një knoq nga shia që ja vlen. Ta provoni se cila motër ose vëlla një ushqim për shpejti që shtojna ne. Edhe kështu pra duket mëngjesi, dreka apo darka që keni qef me përgatit për shpejti. Ka një knoq nga shia që ja vlen ta provoni secili. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo përqindje recetat mia. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura deri në recetën e radhës. Nga kuzhina Nerit ju them, miru pafshim.